Ndryshimet në kodin zgjedhor kanë hapur debat mes partive politike. Koordinatori e grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, Rina Ajdari, deklaroi se kanë dështuar bisedimet për miratimin e ndryshimeve në kodin zgjedhor. Ajo tha se pas arritjes së konsensusit, VMRO-DPMN-ja u tërhoq nga 2 pika të rëndësishme. Ajdari tha se BDI mbetet në qëndrimin që vendi ka nevojë për një njësi zgjedhore, me lista të hapura dhe me prag zgjedhor prej 5% të numrit të përgjithshëm të votuesve të regjistruar në listë zgjedhore. Për ne, kjo është e papranueshme sepse hap rrugën për inxhinjering politik dhe mbivotim, siç ndodhi në vitin 2024, kur antarja e KSZ-s Ditmire Shehu mbivotohej nga përfaqësuesit e VMRO-DPMN-s, LSDM-s dhe të Vlenit. Këto kërkesa të reja të VMRO-DPMN-s nuk ishin të pranueshme as për LSDM dhe as për lidhjen shqiptare, gjë të cilën përfaqësuesit e tyre e deklaruan edhe publikisht. Ndërkohë, ndryshimet në kodin zgjedhor janë kundërshtuar edhe nga Lidhja Shqiptare. Kryetari i partisë Zjadin Sela bëri të ditur se deputetët e kësaj partie kanë dorëzuar amandamente dhe paralajmëruan se do të bllokojnë miratimin e kodit zgjedhor nëse diasporës nuk i mundësohet të votojnë në zgjedhjet lokale, qoftë në mënyrë elektronike apo me postë. Sela akuzoi VMRO-DPMN, BDI-n dhe Vlenin se sipas tij janë pajtuar për të përjashtuar diasporën nga zgjedhjet lokale me qëllim që vota margatës të mos ndikojnë në rezultatet në komunat me rëndësi si Koçova, Brvenica dhe Buteli. Lidhja për shqiptarët është për listat të hapura. Ke plot subjekte politike që në popull kanë dalë dhe kanë premtuar po ashtu 8 njësi zgjedhore. Lidhja për shqiptarët është për 8 njësi zgjedhore dhe pastaj në negociata Vleni pranon propozimet të cilët i bën VMRO-ja. Po fatkeqësisht në këto propozime bashkangjitet edhe BDI-ja. E them me keqardhje se si sa lehtë një parti që pretendon që është opozitare, nënshkruan dhe për krah idenë e VMRO-DPMN-s. Nga ana tjetër, partia Vlen vlerëson se ndryshimet në kodin zgjedhor duhet të jenë pjesë e reformave që afrojnë vendin me standarde europiane dhe jo objekt për përplasje politike. Bekim Çoku nga partia Vlen thekson se partia mbështet çdo model që i mundëson diasporës të ushtrojë të drejtën e votës në mënyrë të sigurtë dhe transparente, qoftë përmes votimit elektronik apo formave të tjera të besueshme. Sipas tij, Morgata nuk duhet të kujtohet vetëm për kontributin ekonomik, por duhet të jetë pjesë edhe vendimarrjes politike. Për Vlenin, ky është një nga proceset më të rëndësishme në kuadër të agjendës reformuese dhe afrimit të vendit me standardet evropiane. Që në takimin e liderëve ne kërkuam që ky proces të mos kufizohet vetëm në çështje teknike, por të trajtojë edhe tema që e zgjerojnë pjesëmarrjen demokratike të qytetarëve. Kujtojmë se ndryshimet në kodin zgjedhor, LSDM-ja opozitare ka paralajmëruar bllokim me 10.000 amandamente, ndërsa Levica me 3.500.